Nderuar pjesëtarë të familjeve të dëshmorëve, veteranë dhe invalid të luftës së ushtrisë së Lirimtarë të Kosovës, të nderuar përfaqësues të pushtetit komunal dhe qendror, ju qytetarë të Kosovës, mirë se erdhët në Akademinë e sotme, që mbahet me rastin e një vjetorit të shkuarjes në Amshim të veteranit të ushtrisë së Lirimtarë të Kosovës, vëllait dhe shokut ton të idealit, Gjabir Toçani. Në shenjë kujtimi e mos harrimi për veprën e tyre, ju ftojmë për disa çaste heshtjeje. Lavdi. Por janë ditë të shënuara me gjakun e bijeve më të zgjedhur të popullit tonë. Por çfarëdo që themi, gjithnjë na duket se u mbetemi borxh, se fjalët janë të pafuqishme përpara veprës së atyre që jetët, ëndrat, dëshirat dhe çdo gjë që patën më të shtrenjtë i shndruan në themelën mbi të cilat u ngrita dhe unë. Në fillim të këtij manifestimi ftojmë profesor doktor Nusret Planën të na flasë për jetën dhe veprën e Gjabir Toçanit.
Shkrimi që kam përgatitur në rastin e një vjetorit të ndarjes fizike nga veterani i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Xhabir Toçani, titullohet Xhabir Toçani, simbol i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Të nderuara familje të dëshmorëve dhe martirëve të Kosovës, të nderuar invalid dhe veteranë të luftrave tona qlirimtare, e nderuara familje Toçani, të nderuar përfaqësues të institucioneve tona, të nderuar të pranishëm. Sot në ditët tona, sidomos të pas luftës qlirimtare të Kosovës, nuk është vetëm privilegj, por edhe përgjegjësi e veçantë të flasësh për kategorinë e atyre njerëzve që më së shumti dhanë për Kosovën. Që ta shporën nga troja tona armikun ton barbar, i cili me shekuj na vrau, na masakroi, na helmoi, na dogji, na dhunoi e na dëboi prej trojeve tona stërgjyshore, vetëm se ishim shqiptar. Dhe pikrisht, ata që u përgjakën më së shumti me këtë racë karpatiane, që edhe botën e shokoi me barbarit dhe mizorit e tyre, madje edhe miqtë e tyre tradicional, ishin ushtarët dhe ushtarët e ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, të cilët për botën e përparuar e demokratike do të ishin të shenjtë, ose do të thosha do të ishin së paku të privilegjuar domosdoshmë. Ndërkësh për çudinë tonë, për të mos thënë për marrëzinë tonë, ata dhe ato, pra luftëtarët dhe luftëtarët e lirisë, sot janë tepritës teknologjike. Sepse më nuk na duhet, janë të diskriminuar, të marginalizuar, të fyer e të poshtruar, deri në atë shkallë sa që me dhjetra prej tyre pas luftës sonë qlirimtare bën vetvrasje e vetvarje. Vetëm pse nuk kishin kushte elementare për jetë. Vetëm pse nuk e kishin madje asnjë thes miell në magjet e tyre. Vetëm pse nuk kishin mundësi t'u njomin kafshatën e bukës fëmijëve të tyre. Ndërkaq shumica e komandantëve të tyre u bën milionerë. Vallë, a mos vërtet jemi kaq bukë përmbyst? Apo ndoshta vetëm tek ne shqiptarët nuk qenë ka në modë të jesh fëmijë dëshmorë, të jesh fëmijë invalidit dhe veteranit të ushtrive tona qlirimtare. A nuk është shqetësues ky realitet ynë kaq i hidhur, kur edhe sot, 12 vite pas luftës qlirimtare, kjo kategori e njerëzve tanë më të merituar vazhdon të mbetet edhe me tutje shqetësim dhe problem kombëtar. Nga se një numër jo i vogël i tyre kanë vdekur pa e gëzuar madje asnjë të drejtë ligjore. Andaj, edhe unë sot nuk e kam të lehtë as pak të flas para jush për bashkëluftëtarin tim, veprimtarin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, luftëtarin emblematik Xhabir Toçani, edhe pse me kërkesën e familjes së tij. Nga se çka do që të flas për të, kam ndronë që do t'i hyj në hak. Kur e kam parasysh faktin se ai dhe familja e tij në të gjitha periudhat e historisë sonë të përgjakshme ishte në ballë të frontit, duke dhënë gjithçka për çlirimin e vendit. Madje në epokën e lavdishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ishin pothuajse të gjithë luftëtarët e lirisë, vëllezër e motra, familjarisht. Të nderuar të pranishëm. Xhabir Gani Toçani u lind më 12 shtator të vitit 1970 në Prishtinë. Mësimet fillore i kreu në shkollën Zelil Hajdini në Prishtinë, ndërkaq të mesmen teknike Shtefan Gjeqovi poshtu në Prishtinë. Qysh në bankat e shkollës së mesme u dalluan nga bashkëmoshatarët e tij dhe mori pjesë në garën e organizuar në Maribor dhe Beograd me teknikët e rinj në ish Jugosllavi më 1986. Ku me prezentimin e tij shkencor zuri vendin e parë me temën puna e motorit me djegje të brendshme. Në vitin 1989-1990 filloi studimet në Fakultetin e Gjuhës Angleze, ndërkaq punonte si automekanik. Por shpirti i tij revolucionar e çonte pesh dhe qysh i riu fut në aktivitete ilegale për çështjen kombëtare, në organizimin dhe informimin e qytetarëve në lëvizjen për çlirimin e Kosovës. Mori pjesë aktive në demonstratat e vitit 1990
98 kundër pushtuesit serb. Së bashku me vëllezërit dhe motrat e tij, ai nuk u ndal kurrë, duke i bërë me di armikut se ka kush i del zot këtij populli të shumë vujtur e liridashës. Gjabiri kishte karakteristikat e një djaloshi tipik i lirodardar. Ishte tip sportiv, komunikativ, i afërt me njerëz, trim dhe vigjilent, por këto veti mundohej t'i transmetonte edhe tek të tjerë. Edhe lagja ku banante ai u shndrua në një vatër të rezistencës. Dhe ishte bastion gati pa të i kalueshëm për regjimin serbomat. Andaj edhe mori emrin Kodre Trima. Kësaj lagje tani po i vinte era barat dhe gazlët sjells. Shtëpia e Gjabirit dhe familjes së tij u bësherë dhe njerëzve që po punonin me një atë dashuri të madhe, që më vonë do të çonte në një organizim të armatosur. Tradita e atë dashurisë së dajve të Gjabirit po vazhdonte. Ahmet Kelmendi, gjyshi i tij, rrjedhur nga një familje me tradita patriotike, ishte komandant i NDSH, ku kishte vepruar në Qyçavic kundër forcave qetnike serbo-malezese. Me të krisur pushka shlirimtare komandantit legjendar Adem Jasharit në pregazin heroik dhe krijimit të rrethanave për t'u çliruar nga shkau, Gjabiri së bashku me vëllezërit e tij Hezerin, Vehbiun, Bedriun dhe Mediun filluan përgatitjet për të bërë pjesë e luftës çlirimtare. Gjabiri së bashku me të vllajin Hezerin filluan furnizimin logjistik nga Prishtina dhe duke shfrytëzuar aftësitë e tyre teknike, ndihmuan në riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të ndryshme për nisjen e parë të togët të parë të zonës operative të Sharës, brigada 142 në fshatin Hamidit të komunës së Kastriotit. Kësaj logjistike ju bashkangjit edhe vllai tjetër Vehbiu dhe motra Sadeti, duke furnizuar me veshmbathje dhe gjëra të tjera të domosdoshme ushtarët e lirisë. Ndërkaq Bedriu, të cilin e përshëndesim nga këtu në Kanadan e Largët, qysh në prill të vitit 1998 bëhet ushtari i UÇK-s në togën e parë të Hamidis, në komandën e Ibrahim Kelmendit, i njohur si komandant Hekur, i brumosur me ideologjinë revolucionare për çlirim. Gjabiri nuk ndalet me ndihmat që i ofron këtij togë së bashku me vëllezërit e tij, edhe pse lëvizjet nga Prishtina për në këtë zonë ishin shumë të rrezikshme për të dhe familjen e tij në Kodrën Trim. Por ai i kishte dhënë një detyrë vetes, të çonte në vend amanetin e gjyshit të tij dhe dëshmorëve të tjerë që po renditeshin në altarin e lirisë për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin e trojave shqiptare. E gjithë familja e Gjabirit tashmë ishin mobilizuar për çlirimin e Kosovës. Më 17 prill 1999, Gjabiri niset për në Shqipëri, ku arrin vonë në Kukës, duke qëndruar deri më 23 prill 1999. Ndërsa më vonë shkon në Burrell për stërvitje të duhura ushtarake, ku edhe caktohet si komandant tonë. Atje kryen detyrët në pikat më të vështira të kësaj jane në rasën e Zonë. Më 6 maj 1999, vllai i Gjabirit, Mejlit Oçani, plagoset në rasat e Kosharës në frontin e luftimeve. Ai, edhe pse ishte informuar për plagosjen e vllajt, nuk ndaloi, por bëri tutje në frontet e luftës. Ai dha një kontribut të jashtëzakonshëm në betejat që po zhvilloheshin në këtë pjesë të Kosovës. Ishte trim dhe nuk ju friksoi asnjë çast pordhive barbare të pushtuesit serb, por luftonte krah për krah me shokët e tij. Ishte shumë i afërt me shokët e luftës dhe ishte në gjendje në çdo çast të ndihmonte ata. Lajmi për dhënien e betimit Gjabirin dhe shokët e tij i gëzoi pa mas. Po e shkëpos një fragment nga ditari i tij i luftës. Betimin ushtarak e bëm të gjithë 275 zërat e një trajtshëm të fuqishëm që buronin nga 275 zemra djelëshare. Buqitnim aq sa ishte e madhe vetë domethënia dhe teksti i betimit. Sot u bën 78 ditë që jam imobilizuar në UÇK. Si duket, data e djeshme, 3 mars 1999, do të jetë datë e mobilizimit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës sipas plotësimit të nënshkrimit të formularëve.
Megjithatë, do të duhet të isha i kënaqur me të gjitha, sepse ajo që na kishte gjetur atje në pikën e frontit ishte atë dhe dashuria. Pra, ishte një motiv i lartë që secilin do ta bënte krenar për pjesëmarrjen e tij në luftën çlirimtare. Të nderuar pranishëm, Xhabiri arriti ta përjetonte çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, por nuk arriti që për zgjalli ta përjetonte edhe një ëndër shekullore të shqiptarëve, bashkimin e trojave tonë etnike. Vdiq atëherë kur nuk ja menduam vdekjen askush, në moshën 40 vjeçare, më 20 dhjetor 2010, në prani të familjarëve, miqve dhe veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. U varros me ndërime në varrezat e Prishtinës. Ai ka lënë bijt, mentorin dhe Tomorin, bashkëshortën Valborin, nën Feriden, motrat Sadeten, Hatixhen, Fikrijen dhe Selvetin, si dhe vëllezërit Hezerin, Vehbiun, Bedriun, Mehdiun dhe Xherdetin, të cilët e kujtojnë me madh, por edhe me krenari për jetën dhe veprën e tij në shërbim të kombit e të atvejë. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi veteranit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Xhabir Toçani. Ju falenderoj. Falenderojmë profesorin Dr. Planën për këtë fjalim meritor, ndërkohë që në emër të organizatës së veteranëve të luftës Dega në Prishtinë, me një fjalë rasti para jush paraqitet Brahim Mehmetaj, Bimi. E nderuara dhe respektuara familja Toçani, të nderuar pjesëmarrës. Trojet tona shqiptare me sheku i kaluan në për 4 ora të ndryshme, duke u detyruar gjenerat pas gjenerate sakrifikojnë gjithçka dhe çdo gjë për lirinë e cila privohej padrejtësisht nga pushtues të ndryshëm. Nga gjiri i popullit tonë dolën djem dhe vasha, të cilët kapën pushkët dhe luftuan për liri dhe bashkim. Edhe lufta UÇK-s ishte e atil, e përbërë nga bit dhe bijat më të mirat kombit. E në mesin e tyre ishte edhe luftari i lirisë Xhabir Toçani, i cili nuk kurseu asgjë, madje ishte i gatshëm që edhe ta flijoj jetën vetëm që të jemi të lirë e të bashkuar. Xhabiri me shok, i dhanë të merituar pushtues i cërë, duke detyruar që tik i turpëruar nga disfatet. Të nderuar pjesëmarrës, sot një vit u nda nga ne një veprimtar i madh, një shok besnik, një prind i dashur, një bashkëshort, djalë, vëlla e familjar i çmuar, një ushtar i lirisë që punoi dhe veproi për lirinë e trojave dhe të popullit të tij. Padyshim, dhimbje e madhe. Padyshim, mungesë e madhe, sepse djem si Xhabiri i nevojitën kombit gjithmonë. Duke përjetuar dhimbjen e thellë për humbjen e Xhabirit, kemi të drejtë të theksojmë se me veprimtar e luftar të tillë krenohet kombi mbar. Xhabiri ishte i sigurt në rrugën e tij, si para lufte, ashtu edhe gjatë luftës, po edhe pas luftës, deri në çastin e fundit. Siguria e tij ishte edhe suksesi i tij në gjitha periudhat. Ai ishte i afërt, i vendosur, i guximshëm dhe mbi të gjitha besnik. Të gjithë ne, në nderim të tij dhe të dëshmorëve të kombit, duhet të jemi më të fortë, më të vendosur, më të dinjitos, më të dinamik, e të vazhdojmë rrugën e tyre, duke siguruar se do të jemi kudoherë ushtar besnik të atvejë, dhe se gjithë jetën tonë nuk do të bëjmë asnjë lëshim kur kemi të bëjmë me çështjen kombëtare, me lirinë e popullit e atvejët. Jeta dhe vepra e Xhabirit janë të pavdekshme. Jeta e tij, si jeta e dëshmorëve të kombit, e edhe ashtu edhe gjithë luftarëve të lirisë, do të mbeten për jetë pishtar që do të ndriçojnë rrugën e brezave të sotshëm dhe të ardhshëm të kombit mbar. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi jetës dhe veprës së Xhabir Toçanit. Faleminderit. Respektuar pjesëmarrës, tani para jush Valon Xhaferi, shok i veteranit Xhabir Toçani, do të evokojë çaste kujtimi. Unë jam Valon Xhaferi,
kolegi Xhabiri, të bashku kemi punu në ekskluziv grup. Parafolësit e mi folën për jetën e tij gjatë vitet e luftës. Unë do të flas pak gjatë vitet e paqes. Para një viti, kur në zyrë dëgjuam për vdekjen e blertë të Xhabirit, të gjithë sa ishim u shokuar, dhe keq se u trondit. Ndaluam me zgjidhjen e problemeve tona ditore të punës. Ndaluam punët që duheshin kryer. Thjesht ndaluam spunuarin. Tepër më e rëndësishme se çështja e tillë e punës, atë ishte të përballemi me humbimin e njeriu që ishte bërë një antar i familjes për ne në punë. Zonja Vajgon, le të përpiqem të them atë çfarë unë di rreth burrit tuaj në raportin e tij me ne, kolegët e miqtë e tij punës. Para se gjithashtu, Xhabiri ishte një profesionist i shkëlqyer. Njerëz nga gjitha anët, kolegë nga Kosova e Shqipëria, furnitorët e kompanisë tonë, të gjithë ata që në një mënyrë patjetër ishin të lidhur me kompaninë tonë, na kanë kontaktuar në mënyra të ndryshme për të shprehur ngushëllimet e tyre. Burri juaj ishte një profesionist i shkëlqyer, siç përmenda më herët. Filloi punë në ekskluziv grup në vitin 2003. Si menaxher i flotës së makinave, filloi vetëm, po për pak kohë krijoi ekipin e vet të mirëmbajtjes. Në shaka shumica kolegëve thirrnin zot një skemë, pasi që asgjë nuk prekte me dorë pa pasur skemën për shkatje. Për çfarë të pajisën të cilën punonte, ishte i kujdesshëm. E Xhabiri nuk e kufizonte veten vetëm në ato mjete. Punonte me të gjitha pajisjet tjera të kompanisë, pa marrë parasysh a ishin ato elektronike, elektrike apo mekanike. Burri juaj ishte një njeri i ndershëm, njeri i fjalës, gjithmonë bante shënime për gjithçka, për secilin shpenzim, për secilin intervenim, dhe këto shpenzime mundoi të minimizote ta kursente kompaninë. Asnjëherë nuk hirte tutje asnjë gjë, asnjë pjesë, i ruante, i sistemante, klasifikante dhe i ripërdorte. Ishte njeri i rregullit dhe disiplinës, ishte i përpik në kohë. Ai sa në montonte orë muri në përhapësira të kompanisë. Sa di unë, një orë që vetë ka rregulluar, e ka vendosur në lagje për jetonte. Për më shumë, Xhabiri ishte njeri i tepërishit. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që askush e asnjë situatë të jashtë kontrollit. Ruante mirësinë dhe gjaktësinë që kishte. Burri juaj zonë, ishte njeri i dashur për të gjithë punonjësit në ekskluziv grup. Në ato raste kur kishte pak kohë të lirë në orar pune, nuk rrinte kot. U mësonte varësve të lexonin atë. E besa edhe gjuna ndjese kompjuterin. Gjithmonë thoshte që ai që në ditët e sotme nuk din anglisht e kompjuter, nuk i ka punë mirë. Jo vetëm profesionalisht. Xhabiri kujdesej edhe për shëndetin atyre që kishte rrotë. Nëse dikush e porosisti të blinte cigare, ai blinte çokoladë. Sepse vetë nuk e pinte as duhanin, e as rakin. Shpesh dilte në natyrë. Spaku të rrjedhë nuk ka qenë mjesht të Kosovës. Jam i sigurt që ju, familjarët e Xhabirit, e njihni më mirë se gjithë tjerët këto virtytet të tij, ndëshmërinë, qetësinë, kujdesin për tjerët, për pikrinë dhe besnikrinë. Ai gjithmonë nderoi familjen. Dua t'u them të pranishëm në këtë sallë që ne, miqtë e tij nga puna, e kemi njohur Xhabirin më shumë se një profesionist. E kemi njohur si një burrë të qiltë dhe të afërt, një burrë që na mungon shumë. Vdekja e Xhabirit ishte e beftë, po jeta e tij nuk ishte kurrë. Do ta kujtojmë, e trashëgimia e tij do të vazhdojë përmes familjes. Faleminderit. Para jush, Hezer Toçani. Në emër të familjes, Toçani, ju falenderoj. Ju falenderoj nga zemra. Sepse ju patëm gjithë. Ju patëm atër kur në Xhabiri. Ju patëm edhe në të pome, ju patëm sërë, patëm e ju patëm. Ju kemi edhe sëtë këtu. Nuk kam qare për pa i përmend shokët e Xhabirit, kur shkova para një ardite, nuk patë nevoj mjë të regu dotën heq, ata e ditër vetë. Më thanë 20 letori. Xhabiri, përmendjar. Xhabiri e përmendën shumë se kalon shumë sene, ku shumë vepra, ka të shkoj i shumë në senet e tina. Ndashkon nuk në punë, në shpe, gjithë ka. Po është një që ne kalon ma që mushme, ne kalon të djemë, edhe ata të rritën shpejtë nga bëhen skur vlozët. Ju falenderit për krejtë që kënë bërë. Të respektuar pjesëmarrës, në vazhdim do të ndahen një mirënjohje dhe 2 diploma nderi. Organizata e veteranëve të luftës Dega në Prishtinë ndan mirënjohje për kontributin e dhënë gjatë luftës. Mirënjohjen e ndan Brahim Mehmetaj dhe ftoi Vehbi Toçanin të marrë këtë mirënjohje.
Ndërkaq, 2 diploma nderin nga Bashkësia e Shoqatave dhe Klubeve Shqiptare në Gjermani. Ftojmë fëmijët e veteranit Xhabir Toçanin, pra mentorin dhe Tomorin, të marrin këto diploma. Në vazhdim do të dëgjoni këngën kushtuar Xhabir Toçanit, interpretuar nga ansambli koral Qendra Artistike Sidorela, përgatitur nga dirigjentja Lindita Isufi.